Herë Fatime radhiyallahu anha qika Rasulit alayhi salam I ka dhanë do buk Rasulit alayhi salam buk të millit prej gruri qëta që e ham nësot gjef ama në të kohë kanë shumë radhë sa që është transmetu se Rasulullah alayhi salam ka dalë prej dunjas ka vdek e nuk u ngi me buk të grunit kur nuk është ngi me buk që na ham për dedesat ngihmi kur Rasulullah a.s. E ja ka dhënë do buk të grurit Fatima radhiyallahu anha Rasulit a.s. Qika tina e ka hangë Rasulullah a.s. dhe ka thënë kë është ushqimi I parë që pe ha bas 3 dite që me këthyn tonën I bjen nuk më hangër që 3 dit 3 dit nuk më hangër heq tonë e ka hangër pak jo mungi pak alayhi selam për shkak të varfërisë njerëzve në atë kohë. Allah na ruajtë në animov gjithmonë. Ka dalë një Rasulullah alayhi salam për shtëpie. Edhe I ka zatet Abu Bakrin edhe Omerin nuve. E I ka thënë, çka ju kanë nxjerr juve? Po çka jeni dal? Çka ju kanë nxjerr për shtëpia? Shefu musliman, nuk kanë dalë njerëzit veç hajt. Po çka jeni dal? Po çfarë arsye jeni dal? Me ditë po çka I dal për shtëpisë? Kan thënë Abu Bakri edhe Omer radhiyallahu anhuma ka thënë, na kanë nxjerr uria Rasulullah. Unt ina unt, ina dal pe unt I dal ka thënë Muhamedi alayhis salam pasha ta I cili e ka nefsin tam vetën tam në dorën e tina edhe mu më ka nxjerr uria edhe unë jam dal prej uris prej të mos pasnit me hangër Allah na ruajtë në animov gjithmonë na baf për atyne që nuk na sprovon në dunja me uri usëm Allahun azza wa jalla na dhon dunja e në ahiret mirësi